Jam një djalosh i ri 20 vjeçar, jam besimtar musliman dhe jam informuar për Islamin pak. Kam filluar të praktikoj namazin, por kam vështirë të përqendrohem në namaz. Jetoj në Gjermani, por shoqëria që me të cilët bashkëtoj nuk janë musliman. Po më thon leje namazin se bën shumë gabime kur falesh. Këta që kanë dietar të mëdhenj, këta të kuptohen edhe kur bën gabime namaz apo jo. Kështu që mos e vrit mendjen, vazhdo vëlla, avash. Mundo gjej shoqëri tjetër, frekuentosh xhamiat atje në Gjermani. A e dini që numri i xhamiave në Gjermani është më i madh se numri i xhamiave në gjithë Ballkanin. Pra, po të bashkosh Malin e Zi, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë, Preshevën, Bosnjën, ti mbledhësh gjitha xhamiat, në Gjermani është numri më i madh i xhamiave. Kështu që gjej xhami vëlla, lidhur me shoqëri islame, muslimanësh, dhe këtyre shokëve thuj keni të drejtë. Po ti mos e prish terezin, vazhdon atë të tëndën.